Tras sipas jush. Para se me fol opozita dhe një pjesë tjetër e shoqërisë civile, edhe para se me fol edhe qeveria sot edhe para 2-3 ditëve, ne para një jave edhe për Klan Kosovën edhe për televizion e tjera, kemi thonë që ky ligj për qeverinë i propozuam atëherë nga vetë kjo qeveri dhe miratu nga kjo legjislaturë dëshmi konkrete e kritikave që i kemi shpreh në mënyrë të vazhdueshme gjatë këtyre viteve. Pra, ky ligj jo vetëm që ka përmbajtje si me thonë të diskutueshme në përputhje me kushtutën, por përmban edhe disa elemente të kundërligjshmërisë dhe parregullsisë. Për ne, si ka një javë, domthonjë para se me fol i njerëzit që merren me këtë zanatin ton, kemi thonë që ndërheqja nuk është e nevojshme dhe nuk është në mos përputhje mos ndërheqja në lidhje me certifikimin e rezultatit zgjedhor. Sepse nëse e shohim në Kushtutën e Kosovës, ajo që teknini 66 thotë që kuvendi ka mandat tërvjeçar dhe ky mandat rrjedh prej ditës së konstituimit. Ndërkohë tek teknini 70 paragrafi 2 thotë që ne deputeti e fillon mandatin nga data e zgjedhjeve. Këto dy nere kanë diskrepancë dhe kanë kundërshtim tjetër. Pikërisht apo flasim për një kushtetut dhe ligje të Republikës Kosovës, të cilat nuk do duhet të shiheshin si një meny restorani. Shqyqoni, kuvendi është dashur edhe qeveria dhe kuvendi që një kundërthënie ndërmjet të këtyre dy ligjeve ta zbatoj atë që është zbatuar gjatë tërë kohës. Sepse kjo ndërheqje në prag të certifikimit nuk është zbatuar asnjëherë. Për pse nuk është zbatuar? Sepse mandati mund të fillojë nga dita e certifikimit, po ushtrimi nuk ndodh prej ditës së certifikimit. Ushtrimi i mandatit ndodh prej datës së konstituimit. Rrjedhimisht kjo pjesa që i bie që këta që janë sot duke shërbyer në qeverinë e Kosovës dhe që janë zgjedhur deputet sipas rezultatit zgjedhor të zgjedhjeve të nënshkurtit, në ditën kur japin betimin, pak minuta, orë përpara, duhet japin ndërheqje nga posti qeveritar. Këta duhet japin ndërheqje vetëm atë ditë pasi ta japin betimin. Betimi i cili ndodh brenda 30 ditëve nga dita sot deri më 26 prill. Këta do t'i shohim kush dëshiron që të mbetet deputet, do duhet t'jap ndërheqje nga posti qeveritar më së largu 30 ditë prej tash. 30 ditë prej tash, por prej betimit. Në momentin që e bëjnë betimin, ata e nisin me ushtru edhe i rrjedhin edhe të drejtat edhe të detyrimet. Ndërkohë, prej ditës së sotme, një deputet që është i certifikuar, nuk i rrjedh asnjë detyrë, asnjë mandat, asnjë detyrë, asnjë drejt, asnjë përgjegjësi, nuk mund të ushtru mandatin. Për këtë arsye kemi thënë të parët, ndoshta duket sikur po jemi të vetmit përveç që ka folur sot që thonë që ndërheqja nuk është e nevojshme sepse cilat i qeveri janë kufizime të mëdha dhe ushtrimi i pozicionit të tanishëm edhe të kryeministrit edhe të ministrave është simbolik, edhe kjo i bën deri në periudhë deri në betimin kur do ta bëjnë deputetët, sepse detyrim është të bëjë betimi do të ndodhë dhe kur ndodh betimi atëherë në atë ditë ata do duhet interpretimi që këtu në studio dhe po kontestohet, por edhe një pyetje lidhur me këtë linjë të argumentimit tuaj. Pra, në ditën që merr, nëse vendos zoti Albin Kurti të mbetet deputet i Kuvendit Kosovës, ose t'jap betimin si deputet, atër duhet t'jap ndërheqje nga pozita kryeministrit. Rrjedhimisht do t'i binte që zoti Besnik Bislimi, që është zëvendës kryeministër i parë, por i cili nuk ka marrë pjesë në procesin e fundit zgjedhor, ta ushtroj detyrën edhe të kryeministrit të Kuvendit. A i bie kështu? Edhe të zëvendës ministrave që janë në detyrë. Sepse ata nuk ushtrojnë asnjë funksion. Ushtrimi atij funksionit është me çel zyrën, asgjë tjetër, edhe me i pas në vazhdimsi çështjet që janë të paraprapme me ligjin për ndarjet buxhetore. Këtë vazhdimsi me mirëmbajt, sikur ta them te Ministria e Financave te theksari që është shumë e rëndësishme me mbajt vijimsinë dhe vazhdimsinë, ndërkohë tek ministritë e tjera kryesisht çështje tekniko-administrative, por jo çështje, si më thon, formale edhe përmbajtësore që e ndikojnë o në buxhet o në planifikim. Sikur ta them, nuk mund me miratu as koncept dokument, as strategji, as me propozu linja të reja buxhetore, as me propozu emërime të reja, përveç që kanë të drejtë
me vendos për çështje procedurale që kanë qenë të iniciuara përpara përfundimit të mandatit, siç është rasti, që është rast shumë i keq, por kur kemi folur për personin, po jo për procedurën. Dhe ka disa dilema zoti Pasarizi këtu në studio. Sigurisht, sepse kjo për cilën po flet zoti Jakaj nuk e përjashton domosdoshmërinë që qeveria të jap dorëheqje